Sëmundja nuk e njen. Sëmundja e mirës tregoi të vërtetën, e cila është mungesa e besimit te sistemi shëndetësor shqiptar, sepse nuk ka sistem shëndetësor shqiptar për kancerin. Dhe kjo duk vetëm para 2 ditësh, për fat para se të hynim në këtë muaj, kur u bë një zëvendësim, i cili duhet ishte bërë me kohë. Një zonjë e cila drejtonte onkologjin, shefe shërbimit, kishte dalë në pension që prej vitit 2021 dhe jemi 2025 në atë pavion kishte vetëm skandale, të gjitha në media, vetëm sherre, të cilat mund të ishin të krijuara, mund të ishin reale, por nuk mund të jenë të krijuara kur ti shikon njerëz që të dalin duke marrë lek. Dhe nëse njëri merr lek, më besoni, ai që është aty sipër e di, që është shefi shërbimit, nuk e ka lejuar të ndodhi. Dhe kjo është më e pakta, sepse të marrësh lek nga pastruesja është më e pakta, halal pastrueses kur je i shtruar në spital, se po ndron çarçafi, nuk e di se çfarë halal, po parfitroni të thonë që ti nuk mund të marrësh kimion, që ti nuk mund të marrësh ilaçet. Sepse s'ka, nuk ka. Dhe e dini pse nuk ka? Sepse ka gjithmonë një fond për X ilaçe, për X analiza. Gjërat tani janë ndryshe, nuk janë si në 97 në Shqipëri, por nuk ka ndryshuar diçka e madhe dhe rëndësishme që njeriu vazhdon dhe vendos vetë kush do i marrë këto ilaçe, të njohurit e tij, njerëzit që mund të marrin para prej tij, njerëzit cilët ai do, i ka të afërt apo kush do. Pra vendoset kush do vdesi dhe kush do jetojë. Dhe ky është një problem shumë i madh, që dallohet në tepër në onkologjik, ku vdekja është më afër, ku vdekja është më e sigurt, ku vdekja është më e pranishme, ku ti je në një shtrat larg vdekjes. Dhe aty gjërat duhet të jenë kaq transparente dhe kaq të qarta dhe kaq të kujdesshme sa nuk mund të ndodhte që për 4 vite onkologjiku t'i liej një sheri mes 2 drejtuesve, njëra në ikje, njëri që iku, sepse më mend ai krijoi një klinikë private, dhe tani u kthye prapë po drejton. Pra është e qartë që aty ka pasur një kancer në atë pavion kanceri, i cili nuk zgjidhej për shkak të kompromiseve që mund të bëj drejtori i qesutës, i cili nuk përballet me shefash pavioni për arsye se ata kanë mbas vetes eksperiencë, njerëz që kanë shpëtuar njerëz të tjerë që kanë ndihmuar apo dhe ndihmë politike dhe pushtet, edhe e lë të ndodhi, e thotë ndodhi se tani ç'do bëjmë. Kështu që një prej gjërave më të mira që bëri drejtuesja e re, nuk e di kush e bëri, qesutës apo ministra, mendoj që ka bërë ministre, e cila është mjek edhe një sistemin, është që u shapi nga sheqeri dhe nuk po quaj asnjërin shap, asnjërin sheqer, unë kam respekt për mjekët, cilët do qofshin. Kur isha duke futur këtu, më thanë që mjekja që iku, më thanë një gazetare, shpëtoi mamin tim, pra respekt për çdo mjeku, por jo për shere të cilat ngadalsojnë punën dhe shtojmë vdekjet. Kjo është e sigurt. Sa më shumë sherë, aq më shumë ankth, aq më shumë vdekje, aq më shumë pamundësi për ta zgjidhur. Kështu që një sherë më pak dhe ec vazhdojmë. E pra, në një pavion të tillë nuk mund të shkonte gazetarja që e dinte historinë. Unë mendoj që ajo ka vajtur të unë nuk e kam lexuar librin më përpara, unë nuk e di as sëmundjen e mirës, unë e kam mësuar prej saj në telefon një natë. Ajo fliste dhe unë qaja. Dhe ajo zëre se ma tha librin duke më treguar. Ko më pas më tha që shkruaj një libër dhe thash tani shpëtove vërtet. E shkruara të shpëton. Kështu që e uroj pafund dhe më keq po nis me kancerin, pastaj do duhet flis edhe për letërsinë, por jemi në këtë muaj, në muajin e kancerit të gjirit, ka gra që s'ja dalin, ka gra që ja dalin, mira u bë zëri atyre që ja dalin dhe atyre që do ja dalin, duke mbasur një ndihmë. E kam vërë edhe vetë, mira gjithashtu, shumë prej jush, që ne kemi nevojë për një fjalë dhe e dini ku po e kërkojmë tani te ChatGPT-ja. Ulemi aty dhe i shkruajmë, i japim gjitha simptomat. Çfarë është kjo? Si zgjidhet? Çfarë bëhet? Dhe inteligjenca artificiale bën një gjë që se bën asnjë mjek. Të thot atë frazën magjike, e ka klishe, e ka për gjithë, se ka vetëm për ty, po ty të duket sikur ta thot vetëm ty, të thot jam këtu për ty. Vazhdo dhe më pyet, unë të përgjigjem. Me qenë një mjek që e bën. E dini pse nuk e bën? Se nuk është robot. Se ka shumë njerëz për cilët duhet të merren, se ka më shumë njerëz se ç'mundet, sepse është i mbi ngarkuar, jo sepse është njeri i keq. Është mbi ngarkesa që e bën të tillë. Kështu që kjo është një prej gjërave që duhen gjithashtu parë, mbi ngarkesa e këtyre mjekëve. Pamundësia e tyre për të qenë kujdesshëm me çdo pacient. Dhe pastaj pacienti shkon o te inteligjenca artificiale, o te mjeku popullor, e ku diun se ku, e një pjesë desin nga neglizhenca, një pjesë nga keq kuptimi, dhe kështu ti ikën mjeka kot.
kur në fakt jeta është jotja dhe sapo merr atë lajmin që nuk është dënim me vdekje, po është lajmërim për rrezikun e jetës tënde, ti duhet vjesh në punë. Duke përdorur gjithçka mundesh, siç Mira bëri. Mira në mes të mirave mësoi që kishte kancer qiri në 2 gjokset dhe kjo e duke pamundur. Një vajzë që shkonte në palestër, nuk abuzonte, jetonte mirë, krijonte, çdo gjë ishte pro saj. Por jo smundja. Ajo e përballon në një mënyrë, nuk di ta krahasoj, do të thënë nuk kam gjithmonë kur kam folur për kancerin e gjirit kam qarë. Gjithmonë kur kam dëgjuar histori grashe dhe vajzash që ja kanë dalë ose s'ja kanë dalë, gazetare, mësuese, punëtore,